Përshëndetje, ja ku jemi në tutorialin numër 8, se si do bëjmë një faqe internetit tek thenewtirana.com. Atë në këtë tutorial do të vendosim 3 ose 4 foto në këtë pjesën e bardhë këtu që ka mbetur. Atëherë fillimisht shkojmë tek split, tek stili.css dhe këtu krijojmë një ID të re të emërtuar fotot. Vendosim gjerësinë 970 piksel, lartësinë 200 piksel, float left margin 10 piksel, auto 10 piksel, auto. Pra, kemi nga lart kemi 10 piksel të larguar nga pjesa këtu, kemi majtas dhe djathas kemi automatike, ndërsa nga poshtë, pra pjesën këtu e kemi të larguar 10 piksel. Atëherë, fillim tash shkojmë tek source code dhe këtu shkruajmë div id fotot dhe këtu e mbyllim. Klikojmë refresh dhe shikojmë që na ka dalë këtu. Për ta ndaluar, i japim një border dhe klikojmë border, shkruajmë border 1 piksel solid dhe kolorin. Klikojmë refresh dhe shikojmë që na është shfaqur dhe kolori. Pra, shikojmë që ne kemi më të gjerë se pjesa këtu. Atëherë, për ta bazuar me këtë, ne do ta bëjmë 955 piksel, mos gaboj, 955 piksel, vendosim 5 piksel nga djatha dhe 10 piksel nga majta. Klikojmë refresh dhe shikojmë që kemi bërë të kundërtën. Shkojmë dhe njëherë tek stili.css, këtu tek fotot vendosim 5 10 dhe shikojmë që tani është në rregull. Klikojmë save all. E ruajtëm, klikojmë F12 për ta parë në Google Chrome. Dhe shikojmë që na ka dalë e njëjtë me këtë. Tani këtu do të vendosim 3 foto. Të krijojmë një ID tjetër, fotot img. Img është për imazhin. I vendosim një masi with 220 height 180 piksel, border 1 piksel, solid black të zezë. Klikojmë refresh, float left margin 10 piksel, 20 piksel, 10 piksel, 20 piksel. Shkojmë tek, tani fusim foton e parë, img search, browse, shkojmë tek fotot. Pra këtu unë kam marrë 3 foto, që është Adobe, C++ dhe PHP. Shkojmë tek Adobe. Pra kemi futur foton Adobe. Shikojmë që na ka dalë këtu. Dhe të fusim një foto tjetër. PHP, PHP. Shikojmë që na ka dalë këtu.
Fusëm dhe një foto tjetër të C++-it. C++. Dhe shikojmë që na ka dalë këtu. Pra kemi 3 foto, por na ka mbetur ky vend i poshtë. Atëherë ne këto foto do t'i vendosim në mes, pra majtat në mes. Shkojmë tek stili .css. Atëherë le të bëjmë nga 35. Pra kemi djathas 35 piksel dhe majtas 35 piksel. Shikojmë që kemi akoma vend bosh këtu. Atëherë le ta bëjmë 35 piksel, le ta bëjmë 45 piksel. Shikojmë që po afrohen. .55 piksel, 45 piksel. Dhe besoj se i kemi në rregull. Ta mbyllim pak. Pra majtas duhet 40 piksel. Dhe shikojmë që i kemi në rregull. Klikojmë save all. F12 dhe na ka dalë kjo pjesa poshtë. Për ta ndrequr këtë, do të zvoglojmë pak pjesën në mes. Shkojmë tek, le ta bëjmë 50 piksel. Save all. Refresh dhe shikojmë që doli këtu. Pra në qasën ne nuk do të kishim borderin tek fotot, do të na dilnin fotot kështu. Save all. Klikojmë refresh dhe fotot do të kishim kështu. Gjithashtu le të heqim dhe pjesën e borderit këtu. Save, refresh dhe shikojmë. Pra këtu kemi një mirë se vini tek ne, dhe më thënë një hyrje. Këtu kemi disa foto, për shembull foto të tutorialeve, ndërsa këtu kemi sidebar. Këtu mund të vendosim çfarë të duam ne. Për shembull këtu ne mund të vendosim kodin nga Facebooku, faqen tonë në Facebook, reklama apo çfarë tjetër. Çfarë të dëshirojmë ne. Tek fundi kemi të gjitha të drejtat e rezervuara, copyrightin dhe 2013-ën, por shikojmë që kjo pjesa është shumë e afruar me pjesën lart të fundit. Atëherë për ta çuar këtë pjesë në mes, ne do të përdorim padding. Pra shkojmë tek Dreamweaver, tek fundi, e këtu shkruajmë padding top 5 piksel ose 3 piksel. Dhe shikojmë që është normalizuar. Save all. Klikojmë refresh. Bëkoj që shikojmë që na ka dalë në majtas. Atëherë do të lëmë këtë. Klikojmë refresh dhe shikojmë që gjithçka është në rregull. Faleminderit që më ndoqët. Mos harroni të bëni subscribe në YouTube dhe gjithashtu vizitoni newtirana.com për video më të reja rreth se si të bëjmë një faqe interneti në HTML dhe CSS.